Dhe prap një libër që më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme dhe s'kam për ta harruar dot, është një shkrimtare bashkëkohore moldave, një shkrimtare e re, që ka trajtuar pikërisht një problematik të nënës në librin e saj. Tregonte historinë e një nëne e cila humbi fëmijën, humbi vajzën e vogël. Dhe kaloi në depresion dhe u mbyll në vetvete, u izolua, duke harruar që aty ishte i biri, pra jashtë se i botës së saj të errët dhe zezë, ishte i biri dhe kishte nevojë për të. Mbas 2 vjetësh doli nga kjo gjendje. Mirëpo i biri tashmë kishte krijuar një urrëtie të jashtëzakonshme. E luftonte, e fyente, e trajtonte keq, hakmerej për nënën dhe jo për babain, i cili në fakt iku fare, u zhduk, nuk e vrau mendjen. Dhe këto unë jam duke ju referuar letërsisë, por ama gjithmonë letërsia e ka një bazë të vërtetë, gjithmonë e ka një histori të madhe diku. Pra realiteti është ky, dhe ne nga mamat kërkojmë që ato të jenë, t'i bëjnë të gjitha, të jenë të jashtëzakonshme. A mundem? A fitojmë gjë nëse themi që mamaja është super njeriu dhe jo njeriu? Ndërkohë që mamaja është njeri si gjithë të tjerët, është e barabartë dhe duhet i krijohen rrugët, hapësirat dhe mundësitë e barabarta.